Drejtori përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita zhvilloi takime me strukturat e drejtorive vendore të Policisë Korçë dhe Elbasan. Gjatë takimeve Hita hodhi kritika të forta duke thënë se në të dyja këto qarqe është bërë një punë e pamjaftueshme në parandalimin e goditjeve të armbajtjes pa leje, shitjes së lëndëve narkotike dhe kapjes së shtetasve në kërkim. Hita kërkoi angazhim maksimal për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimeve narkotike, krimeve mjedisore si dhe për zbardhjen e ngjarjeve kriminale të ndodhura më parë. Hita kishte edhe një porosi për policinë rrugore në këto dy qarqe duke kërkuar që të mos ndalojnë automjetet pa shkak në akset kryesore nacionale, por nga ana tjetër të ndëshkojnë parkimet e gabuara që bëhen burim aksidenti ose pengojnë lëvizjen e lirë të automjeteve dhe këmbësorëve. Me kritika të forta, Hita u shpreh dhe për policinë kufitare në Korçë, ku theksoi se është bërë një punë e pamjaftueshme për parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare në tërësi, si dhe goditjen e trafiqeve dhe të ndihmës për emigrantët e paligjshëm që tentojnë të përdorin territorin e Shqipërisë si vend tranzit drejt shteteve të Bashkimit Evropian. Kreu i Policisë së Shtetit u kërkoi vartësve të tij që të mos shpërfillin asnjë ankesë të qytetarëve, por të marrin seriozisht denoncimet e tyre për çdo lloj problematike.